Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe nisim me një lajm nga ATSH. Atmosferë festive nëpërmjet. Falë, po, çfarë ishte kjo? Lajm pra, lajm zyrtar, a shikon aty Agjencia Telegrafike Shqiptare. Për çfarë na duhet kjo, ne? Ua, Jona, ç'ke këto si për çfarë na duhet? Është lajm që e ka publikuar kryeministri. Po, gëzuar, përmet gëzuar. Gëzuar edhe Belshi. Belshi. Belshi ishte ai që kishte ato si vrima që ishin hapur në tokë, ë? Po, ajo që është qyteti që është bërë si djath zvicerian, vrima, gropa. Të nderuar miq, sot kemi ardhur në zonën e Dumres ose më saktësisht në Belsh në lagjen Hysaj. Kjo zonë, pra zona e Belshit, njihet për karakteristikat e saj gjeologjike. Disa ditë më parë, në këtë sipërfaqe toke, u shfaq një formacion karstik, pra e thënë ndryshe një grop. Pa të shkretët saj gjëna, Franci, po këtyre u ndodh gjithmonë kjo kështu, ha? Po çfarë problemi ka? S'ka ndonjë gjë. Hapet gropa tjetër, vjen bashkia me lopatë në dorë, mbulon prap. 2 ditë më parë, punonjës të bashkisë së Belshit kanë ardhur, kanë ngërmuar e kanë mbushur këtë grop. Banorët me të drejtë shqetësohen dhe ankohen vazhdimisht sepse fenomenet të tilla shfaqen her pas here. Sigurisht, unë nuk jam askushi për të përcaktuar se në çfarë kushtesh është kjo sipërfaqe toke, nëse është e sigurt tashmë kjo sipërfaqe toke, apo qoftë edhe zona përreth. Franci, po tani këta qytetarët, çfarë thonë për këtë gjë? Po, në përgjithësi, njerëzit do Jona nuk flasin, sidomos ata njerëz që e kanë larg shtëpisë të tyre, ata nuk duan t'ia dinë fare. Ashtu, po ka ndonjë që flet për këtë çështje? Po, janë ca. Ja dëgjoj. Ishte e rrezikshme, ishte thellë. Po jo, ajo vojti deri në 15 metra, siç thanë. 15 metra? Po, vojti 13 deri në 15, se nuk e madhe, se nuk hyshin dot se kishin frikë se më shemeshen e kap të thonë mrena që të qo dhe shiritin. Pasaj e me mund të ketë fillu mund të 80 metra, se mushet dhe veti, na shirat në këto. Tani ne e pam një gjendje që i kishin hedhur dhe sipër. Po e mush bashkia. Çfarë rreziku? Po s'ka të orgën gjëra të kap themelin ikën ajo, sa ajo shtesë gjelqerore, mund të shputet të bon themelin të çon shtëpinë tokë. Shëm dhe shtëpinë. Po me 15 metra sa bon themelin e shtëpisë, por më shumë se 1 metër di. Më përpara ka qenë probleme këto? Kanë qenë në 3-4, një u bë të spitali, një këtu, një u bën fjerës. Po s'ke garanciti, se ku i di unë që ka në toka. Aja mund ta japi prap. Po ta vinë thjesht me një fadrome. Për momente mu se të lëviz themeli shtëpisë. E kuptoj, po nuk është se bëjnë një studim në fill? Po çfarë studim në bësh aty? S'ka, ishe para pashikueshme zonë gjelqerore. Ajo mund të shpërthej si punë vulkani. Si vulkan, po quhet vulkani vogël. Ka shëmbur në një shtëpi më përpara? Po në Fierës, po i ka vojt një shoku tem me shok ngush, ka qenë se unë kam qenë kasap tu, ka pa një atje. Ati i vojti deri dhe themeli. Nuk zhida si një bashkie, vese i mulon. Sa mi lavë dhe gjaja Thuje! Jam 73 E vjetë. që bon qeni... Macja mulon edhe qa bon vetë. Okej.
e bon atje në mulon me thaj. Edhe bashkia këto ka bom, i mulon ato që ashtu. E ne marroj filmi. Për fëmijët, gratë, sigurisht edhe për moshat e mëdhaja, këto janë rrezik, apo jo? Rrezik janë, po. Ç'a të bëjmë? Ja këtu kemi lind, e ne këtu do vdesim neve. Pra ju thjesht. Mosha ime. Unë nuk ikin vetë tjetër se mund tjetë rrezik. Mos ose rrezikshme kjo në poshtë, ç'a kam unë. Unë të vdes tu. Pra ju thjesht jeni mësuar të bashkëtoni me këtë fenomen. Po do bashkëtoj se kush s'ka, nuk ka shtet, nuk ka gjë tjetër. Sa probleme është qoftë për fëmijët, qoftë për ju gratë, apo edhe për moshat e Po mëdha? normale, që ka probleme shumë, ke frikë se mbytën fëmijët, thith ajo, ka lëllë problemi, çdo gjë. Ke frikë çdo problem, edhe ke shtëpi, do të ruhesh dhe çdo lloj veni që të vesh ti, prap ke frikë, të rrish me frikë. Vjen bashkia këtu? Po normale vjen. I shef, i ban, i rregullon ata që janë tap me i myll. Por kaq. Për kaq. Po mirë me motër tani se këto vrimat që hapen, Franqi, janë punë e Zotit, ma ç'a ti bëj shteti këtyre? Tashi qa ti bëju nuk e di, se s'jam kompetente për këtë punë, po ideja është këtu që mund të hapet në një nga këto gropat në mes të qytetit edhe të thithi gjithë pallatin brenda. Për këtë arsye ne vajtëm të bashkia. Ndodhemi tani përpara bashkisë Belshit, sigurisht kemi ardhur për të marrë një përgjigje në lidhje me rastin se si është vepruar, se si veprohet në tilla raste dhe nëse është zgjidhur. Shkojmë. Atëherë, në teritorin e bashkisë Belsh nuk është se është rasti që ju keni marrë informacion dhe është rasti i parë dhe i fundit. Në teritorin e bashkisë Belsh ka pas shumë raste. Mos them ky është rasti 4 që nga situata që kemi qenë ne vetë në këtë pozicion pune dhe është një situatë karstike e zonës. Që do të thotë, është tepër problematike ndodh e pa imagjinuar, e pa llogaritur. Dhe në momentin që ne marrim informacion, siç e keni marrë dhe ju, na kryetari i fshatit, na kryetari i lagjes, ne ndjekim procedurën tonë si bashki. Me përfaqësuesin e emergjencave civile shkon në terren, bën verifikimin, bën rrethimin e zonës për pjesën e asaj rrezikshmërisë që mund të kenë dhe më pas ndiqet procedura tjetër që bën shkresat përkatëse, sepse Bashkia Belsh nuk është se ka kontingjent të caktuar ekspertë të jashtëm për studimin e këtyre gjërave. Atëherë, para se të vim këtu, pavarësisht se ajo ishte zonë periferike, brenda territorit një vile apo banese, gjithsesi përveç se një pjesë nga ai shiritja apo kurdela që ishte në tokë aty nuk është se ishte e siguruar. Thjesht bën pjesa që bën bashkia bën pjesën e rrethimit të saj. Më kupton? Dhe gjithmonë monitorohet dhe nga pjesë që monitorohet her pas here nga punëtorët që ka vetë shikon që të jetë sa më sigurt, por siguria e plotë e kësaj vjen gjithmonë nga një ekspert nga Instituti Gjeologjik Shqiptar, sepse ata janë me studimin e zonës, çfarë duhet konkretisht për këto gropa që mos të hapen më. Për shembull, që të hapen më është e pamundur, sepse ato ndodhin, por që të mbushen. Gjëja e parë që bën bashkia pasi merr informacionin njofton prefekturën. Njofton prefekturën me email zyrtar. Më pas, bën shkresa përkatëse duke çuar dhe Instituti Gjeologjik Shqiptar, që ata të vinë në terren të shikojnë situatën dhe fenomenin e tillë. Më pas bashkia bën mbi masat që do kthejnë ata përgjigje që kjo grop, po ta mbyllësh do ik apo s'do ik më thellë. Këtu është gjithë ideja. Qartë, se mbyllje Po kështu mbyll previzore, por ideja është që ajo mund të marrë nesër, mund të marrë një se nuk ka fund. E kupton? Po ky është një proces që zgjat. Jo, se ne para disa ditësh, mos gaboj të premten, kanë qenë vetë institutin terren, specialistët e institutin terren, duke bërë shikueshmërinë e këtyre gropave dhe presin përgjigje nga ata sa më shpejt. Ju pretendoni që kjo do mbyllet shumë shpejt? Shumë shpejt. Ne presim përgjigje nga instituti, nga ekspertët që erdhën në terren dhe e pan, dhe më pas do ndiqet procedura tjetër. Më kupton? Atëherë, sot është data 17 dhjetor 2025. Kur mendon që mund? Mos them dhe brenda kësaj javës do kemi përgjigje konkrete nga instituti dhe patjetër që edhe ne do vazhdojmë me pjesën tonë si bashki. Ditën që do zgjidhet përfundimisht, a do më lajmërosh dhe mua? Patjetër. Përshëndesim Bashkinë e Belshit me shumë konsiderat. No, pse qa ishte kjo shumë konsiderat, a? Po, në gjitha institucionet e tjera që kemi vajtur Rojona na i kanë përplasur derën këtu të hunda. Kjo shumë të drejtë, dhe jo vetëm të hunda, po edhe këte i pas qafe, këte nga kurizi, nga të gjitha anë të fakt. Po të dish një gjë, që kanë ndryshuar gjërat. Oh, pse, që ka ndodhur? Këtë herë ka folur vetë kryeministri i madhi. Dgjoj.
Para disa ditësh, kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, në konferencë kombëtare për të drejtën e informimit, kritikoi institucionet shqiptare që do të kenë sanksione kush nuk kthen përgjigje brenda afatit kohor që është 10 ditë. Për të qenë shumë transparent, ashtu se jemi ke kryesa e transparencës, unë i kam bërë komisionerit një vërejtje për aq sa mund të bëj vërejtje e një institucionit pavarur që ka një gjë të munguar në veprimtarinë e komisionerit, që është mungesa e sanktsioneve për autoritetet më të larta. Ligji është shumë i qartë, 10 ditë është koha për të përgjigjur, pavarësisht se 10 ditë mund të jenë shumë për intensitetin me cilin zhvillohet sot bota e informacionit. Ditën e 11 në qoftë se nuk ka përgjigje, ka sankcion. Apo ja, kështu thot ligji. Dhe duhet sankcionuar autoriteti më i lartë përgjegjës. Ne i kemi kërkuar të gjithë ministrave të bëjnë delegimin e kësaj përgjegjësie tek sekretarët e përgjithshëm. Një pjesë e kanë bërë, një pjesë nuk e kanë bërë akoma. Duhet sankcionohen ministrat, duhet sankcionohen sekretarët e përgjithshëm në ditën e 11. Dhe në qoftë se kjo do të ndodhi në mënyrë të përsëritur disa herë, unë jam i bindur që do të krijohet një ndjesi urgjence e barabartë me urgjencën me cilën punon sektori i gotës gjysmëbosh. Dhe kështu gota gjysmëplot me gotën gjysmëbosh do kenë një ndërveprim më të shpejt, besoj unë. Por duhen vendosur sankcion. Na manë, zoti kryeministër, se s'duam, po të them, as tu, as drita, as gjë, nuk duam. Ama të lutem, këtë gjë mbaje fjalën për këtë. Patjetër, jo ja the shumë mirë, këtë premtim ta mbaj se jo përgjigj zoti kryeministër, po do të tregojmë tani çfarë heqin gazetarët tanë për një cop informacion nëpër institucionet shtetërore. Ti si gazetar, çfarë do të gjesh tjetër nga mua? A ka këtu ndër vite? Nuk e njoh më fare zotrin. Edhe sikur ta njoh zotrin, territori nuk është i imi, po them. Është territori i njësisë 12. Do ta jap hartën me vete, verifikoje ku duash, është territori i njësisë 12. Territori i njësisë 12. Njësisë 12. E para është kjo. E dyta, çaj përkatësin gjërat, problemet e ujësjellësit, kanalizime, nuk kemi asnjë kompetencë, është ujësjellës kanalizim. Te serë më brava, po. A jemi vend këtu tamam te njësia që duhet? Se po ikim vjen 12-ta, e 12-ta na çon këtu pastaj të vim prap. Po vlla, nuk e punon as ke 12-ta as ke mua, po ta them edhe 12-ta shkon kot, shkon ke ujësjellësi. Ankesa zotni, ai ka bërë këtu më parë. Po nuk pagu taksa ke mua. Po para po. Po lutem, a e fika ta më se po më bërë. Po tash po fika më po tash. Po fika mos na çat. Hajde bre. Po fika mos na çat. Hajde bre. Po fika mos na çat. Hajde bre. Çat. Po fika mos na çat. Hajde bre. Hajde bre, shko të çum zyrtim. Ai të çet. Ç'është kjo sjellje që bën? Sqaroj fare mirë. Ç'është ajo që sjellje? Ti do votate. Ç'është ajo sjellje që bën ju? Po ta sqaroj fare mirë, ka i të sqaroj. Po ç'e jeni në rregull me ç'është shtetërore jeni ju? Të lutem Krisman, se kjo nuk është mënyrë fare si punohet në institucion. Të lutem, nuk mund të hyni aty sikur është kështu, kjo nuk është fare korrekte. Edhe ju të mos jeni brenda orarit zyrtar të punës në institucionin ku drejtoni nuk është fare korrekte, nderuar. Nuk jam fare aty dhe nuk jap ty llogaria apo si. Patjetër, jo, nuk më jepni mua, jepni publikut. A mund na e thoni në intervistë këto gjëra sepse ne kemi një denoncim mjaft të rënd nga zonja Elisabeta Ile për kundrejt institucionit tuaj dhe ka bërë disa kërkesa zonja disa herë dhe nuk ka marrë një përgjigje zyrtare. Të lutem, ju jeni media, zonja Elisabeta ka drejtën ta marrë informacionin si Po nuk e ka marrë. Nëse zonja Elisabeta ka marrë një përgjigje zyrtare nga institucioni juaj, zoti Petro që është nënkryetari mund të ma tregojë në këtë momente dhe unë jam i sqaruar. Po ky është problemi që zonja nuk ka marrë një përgjigje zyrtare. Kush je ti që ta tregoj ty? Unë jam gazetar që po ndjek çështjen e zonjës. Po shkel ligjin zotri Klut. Cilin ligj po shkel? Nuk filmon dot në institucion pa leje. Cilin ligj po shkel zoti Saje? Të lutem dil nga institucioni zotri, bëj shkret zyrtar. Jo, nuk dal nga institucioni, faleminderit tonë. Bën ose do lajmërojnë komisariatin. Patjetër mund ta lajmëroni komisariatin, por presim të juve dhe komisariatin, ma mbylli. Roja Po pra nuk lejohet, në zyrën e protokollit nuk lejohet. I nderuar, ja ku është forca. Në zyrën e protokollit nuk është problem, ja ku është forca. Ja ku është forca. Jo, ja ku është forca, kjo është dhuna. I nderuar, jeni lart.
Kjo është për nxirri kamermani me zor, ne kemi drejtë informim. Patjetër dhe ne për protokoll. Ka mundësi ju ftoj të shqetësoni sipas cilit ligj. Për të drejtë informim. Nëse u vit që të marr informacion. Kam bërë një kërkesë, po nuk ka ardhur. I nderuar, pse gënjyhet? Pse gënjyhet që ka marrë përgjigje zonja? Ai do të protokolloni këtë? Po. Okej. Gjetat. Elevati Madonna. Madonna çüşüyor. Madonna. Shkeni më burrë. Po punoj pra jemi çfarë? O tu do na dhunoni ne. Po të them emrin. Ora s'kemi fxhir fare, kemi dhënë informacioni. Për kish tani. Kemi ne Kemi ndaj kul vajzën. kemi ne zyrë informacioni. Nuk e Po kërkesë me shkrim mos atë. Me baba kemi ndaj kul fytyrë e vajzës time aty. Ja u racën me Ora shkujtën kaç kërkesë. tëmun. Kaç. Ilim bund juaj. Po mos sharpë vëlla zotë. Çfarë shish? Po. Po shtyr për të. Keni dhunuar institucionin e Absolutisht jo, mos vazhdoni me këtë retorikë dhe mos e polarizoni retorikën, jeni institucion shtetëror. Në momentin që nuk marr përgjigje nga zyra informacioni brenda një muaji ose 15 ditëve siç e garanton ligji. Po pra procedurë dhe unë do të marr brenda 15 ditëve informacion. Të lutem. Po, okay. E nderuar, jo 2 sekonda për transparencë para kamerave, unë po ju them. Prit, jo, mos e shtyp bujarin që të më shtyp mua. Mos e shtyp bujarin, më shtyp mua. Kam studiuar juridik dhe jam gazetar investigativ. Di ligjin më mirë se ju që mbani, ku është juaj. Të lutem. Bexha juaj ku është? Të lutem. Bexha juaj i nderuar ku është? Bexha juaj ku është? Ju shihni bexha ime ja ku është i nderuar. Ja ku është bexha ime. Okej, unë po them, unë do shkoj këtë informacion, do bëj një kërkesë tjetër dhe momenti që s'do marr përgjigje do vi sërish. S'do të jom këtu? Po ju për këtë gjë erdhe këtu? Ka një institucion. Çfarë institucion? Ai institucion. Zyra marrëdhënie me Institucion janë, të lutem. Je marrëdhënie me publikun, të lutem. Mirë, mund ta sjellni një katër. Ai po dil për jashtë. Po ja jashtë zyra, ja ku ju. Unë takojmë pak një nga drejtuesit lidhe me një projekt. Ki vendos unë takimin, bëhet me kërkesë. Kërkesa ku të njoftojnë? Po kur të njoftojnë? Nuk ka, jo lutem. Çfarë keni mbyllur derën? Nëse thjesht për ta nxjerrë jashtë. Prandaj e keni bërë të zyrën këtu që ta nxjerrë jashtë. Moj, po janë shqiptarizuar edhe këta të huajt, më i franqi, nuk di çfarë të them, janë bërë kështu këto institucionet ndërkombëtare fiksin e. Po, ke shumë të drejtë. Ja, për shembull, delegacioni i Bashkimit Evropian, 7 muaj ka që ka kaluar afati, akoma nuk na ka kthyer përgjigje. Në lidhje me premtimet e kryeministit Rama për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian gjatë mandatit 2025-2029 të qeverisjes, ne jemi drejtuar me një kërkesë për informacion edhe zyrës të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Pyetjet që ne kemi drejtuar këtij institucioni janë si më poshtë. Nëse mbyllen negociatat me Bashkimin Evropian brenda vitit 2027, sa është e sigurt që Shqipëria antarësohet në Bashkimin Evropian? Cili institucion apo autoriteti i Bashkimit Evropian ka dhënë garanci për antarësimin e Shqipërisë në BE brenda mandatit 2025-2029 të qeverisjes? Sa përbën kush për antarësimin në BE fitoria patjetër Partisë Socialiste dhe Edi Ramës në zgjedhjet e 11 majit për antarësimin e vendit në BE? A është i kushtëzuar antarësimi me fitoren e njërës prej forcave politike? Dhe pyetja e fundit, sa është i lidhur antarësimi i vendit tonë me konjunktura gjeopolitike? Këtë kërkesë për informacion ne do të dërgojmë edhe fizikisht pranë zyrave të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Kërkesën tonë për informacion ne sapo e dërguam edhe fizikisht pranë zyrave të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Nuk na ngelet gjë tjetër përveç se të presim përgjigje zyrtare nga ky institucion. Më mban mend, kam marrë para 15 ditëve për atë kërkesë për informacion që ja drejtova delegacionit, por nuk kam marrë përgjigje.
pyetjet e mia kanë qenë shumë të rëndësishme atë që kam sjellë këtu edhe fizikisht dhe me email. Nuk kam marrë përgjigje. Kam disa pyetje shumë të rëndësishme për sa i përket antarësimit të vendit tënd dhe timin në BE. Premtimin që ka bërë kryeministri. Po ti nuk i ke pyetur ende nëse më presin. Po vetëm me takimin funksionon. Patjetër, mund t'i pyesësh sepse ndoshta unë takimin e kam lënë që para 15 ditëve. Patjetër, Klinsmann Byku nga emisioni investigativ Gjatat, për antarësimin e Shqipërisë në BE dhe premtimet e kryeministrit për këtë gjë. Të lutem. Them përgjigje me email, nuk presim njëri. Prisit tash, nuk kam Po sa duhet të pres? Ata nuk i di ju vëllai. Nëse mua më vjen pas 15 marr përgjigja, do të kthem përgjigje, do të kthem përgjigje. Mund t'i thuash këtë të lutem, përgjigja do vi para apo pas 15 marrit, të lutem. Këtë gjë më thamë, do të kthem përgjigje vetëm me email. I nderuar, mund të bëni një përpjekje të fundit? Përgjigja do vi para apo pas 15 marrit, vetëm kaq të lutem. Po ju pres, faleminderit. Po i nderuar. Unë fol edhe herë me to. Po? Tash ato thonë janë në proces. Në proces për të na kthyer përgjigje. Për kthyer përgjigje. Se ku kthen nuk e di. A para 11 majit, a pas 11 majit nuk e di ku kthen përgjigje. Faleminderit. Të lutem. Pra, sipas oficerit të sigurisë, zyrat e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri nuk bëjnë takime me askënd, as me ne që jemi media, por do qëndrojmë në pritje për të marrë përgjigjet e pyetjeve tona. Ndonse ne kërkesën për informacione kemi dërguar me datën 15 prill dhe sot është data 5 maj. Tani kthehemi tek hallet tona. Ura e Zvërnecit në vetëm 8 vjet jetë pati. Ndodhemi në urën e manastirit në Zvërnec të Bashkisë së Vlorës. Disa qytetarë të kësaj zone na kanë sinjalizuar që ura që shikoni pas meje ka shumë dëmtime, edhe pse ka 8 vite që është ndërtuar nga bashkia. Por le të shkojmë të shohim vetë nga afër se si është gjendja e saj. Po ashtu shikojmë që kjo urë nuk ka krahët anësore. Edhe këto dërrasat të cilat janë vendosur në vit të drejt, kanë dëmtime. Shikoni pak edhe këtë pjesën e dëmtuar këtu. Po thuj se ky krahu i majt me të dy pjesët anësore të urës është i dëmtuar. Shikoni pak si është sharë këtu ura. Dhe kush e din nga teleshikuesit, këtu bëjnë shumë videoklipe edhe të çifte të rinj që martohen. Dhe ka mundësi që ndonjë take nusës mund të ngeci këtu. Këtu jemi në krahun e djathtë të urës së manastirit në Zvërnec. Shikoni pak dëmtimet që ka ky krah. Shikoni çfarë grope ka kjo urë këtu. Vazhdoj më tutje, sepse edhe me sy nga larg duket se çfarë dëmtimesh të mëdha ka psuar kjo urë. Shikoni pak dëmtimet e tjera në këtë urë. Shikoni sa e madhe, futën 2 duart e mia këtu, jo vetëm 1 dorë. Shikoni pak edhe tjetrën. Mungon dërrasa këtu. Shikoni edhe këtu. Dërrasa tjetër. Shikoni edhe këtu. Duhet të kesh shumë kujdes kur shkel. Shikoni këtu, janë 2 dërrasa, të cilat janë dëmtuar. Kemi edhe këtu afër. Shikoni pak.
Tani këtu jemi tek pjesa finale e urës. Është pak ta quajmë një skandal. Dhe unë nuk kam nevojë të shëtis në për këtë urë, sepse mund pësoj dhe vetë në incident. Por, qytetarët e Vlorës kanë paguar 360 milion lek të vjetra dhe kjo urë për 8 vite është në këtë gjendje. Tashmë bashkia ka në plan të projektoj një tjetër urë dhe nuk e dim se sa do të kushtoj. Por, përse nuk është mirëmbajtur kjo urë për 8 vite dhe është lënë në këtë gjendje? Përse qytetarët e Vlorës duhet të paguajnë në 8 vite 2 ura. Kemi një shpresë të madhe se kryetarja e bashkisë ka thënë që do ta ndërtojmë. Tani, a ishte kështu nga këto premtimet elektorale, a ishte kështu nga këto emocionalet e veta që ndjeu kështu si vlonjate, ajo? Ta shohim më mirë. Nga ankesat që kanë pasur ditët e shirave, manastiri ka pas disa probleme teknike edhe të lagështirës, edhe ajo që më ka shqetësuar më shumë kanë qenë sinjalet e qytetarëve, sepse kjo platforma e Dry ka krijuar lagështinë e vet, edhe siç e shikoni ka zona që myshku je bën të rrëshqitshme, edhe pak më përpara këtu ishte një grup turistësh, kështu që momenti që ky grupi turistësh kërkoi që të kontaktonte me kryetarin e bashkisë, mendova që të vija vet me idenë që kjo është një burim ekonomik i qytetit, edhe një nga atraksionet më të bukura të zonës së jugut, prandaj ka ardhur momenti që rikonstruksioni i fundit i kësaj 2017-s, mbase e ka mbaruar efektin e vet edhe për shkak të lagështirës, edhe më duhet që të vendos në prioritet që kjo në fakt nuk e mendoj që mund të jetë një investim i bashkisë, por mendoj që ne do të fillojmë të lobojmë me aktorë të ndryshëm jashtë bashkisë, donatorë të ndryshëm, në mënyrë që të japim vëmendjen e duhur, por dhe Ministria e Kulturës mund të jetë një burim shumë i mirë i krijimit të një projekti të ri. Dhe dyta shqetësimi i dytë është që ka ardhur momenti të shikojmë në rast se duhet të mbrojtur segmenti i urës me parmakët e zakonshëm. Edhe elementi tre që më shqetëson prapë është ndriçimi, sepse në orët e mbasdites shpeshherë kjo për shkak të ndriçimit bëhet e paksesueshme, duke qenë se në orët e mbasdites pra qyteti ka jetë, edhe ne duhet ta shikojmë që edhe Zvërneci të jetojë bashkë me qytetin. Të tëra këto elementet janë thjesht shqetësim i një grupi turistësh që krijuan kontakt me kryetarin e bashkisë dhe unë erdha në këtë inspektim. Pra jam vetëm duke alertuar situatën, edhe me qenë se kanë të drejtë në gjithë këto, do të ngrejmë grupet e punës për të bërë vlerësimet e duhura. Po mirë, po sikur ta shtynim pak, se ja dhe një vit e gjysëm edhe erdhën zgjedhjet lokale, ta bëjmë atëherë. Po tani o Franci çfarë thua? Atje kalojnë njerëzit, mendoj se ajo është funksionale, kalojnë edhe bien maj. Unë quam Panajot Balleu. Je banor i fshatit Zvërnec. Zvërnec. E ke parë të urën atje që shkon ke manastiri? Kam kaluar edhe pardje isha tek kisha atje. Po? Edhe kalova tek ura. Si të duk ura? Ka në një vend që është shembull kështu. Je dakord që të bëhet urë re aty? Atë e di Rama se unë s'kam para. A ke parë urën e Zvërnecit atje ke parë? Si se kam parë? Ajo është bërë. Ke kaluar këto ditë? Këto ditë s'kam vajtë për të them drejtën. Ajo kam mbaruar si orë. Ajo 8 vite ka që bërë. 17 nuk bërë. Jëngën. 360 milion lek. Ku vajtën? Është bërë lera të pjesën andeja që kanë bërë ata kështu. Ajo ka rënë gjithë gjuna mos vedu një fëmijë, mos vedu një njeri të bjeri brenda, mos mbytet. Po edhe ura ka vajtur në nivel ujë dhe janë bërë drashat, nuk kalon dot me fjalë. Tani kalon për të kaluar kështu, po që të kaloj një njeri normal, mos të ketë frikë. Se kanë mbajtur fare atë urën? Jo. S'kan vënë dorë hiç fare. Edhe për tasin për turista, edhe japin të shtymën të ikin turistat. Kjo është, nuk e di. Kryetaria e bashkisë ka thënë që do ndërtohet një urë tjetër aty. Po, kështu e dëgjova dhe unë. Je dakord që për 8 vite të ndërtohen 2 ura? Jo, para të popullit. Ku vjen këto? Si do t'i vej halli? Po, pra si do t'i vej halli, se në bashki nuk na folen. Në lidhje me urën e manastirit në Zvërnec, e cila u ndërtua nga Bashkia e Vlorës 8 vite më parë dhe është në gjendje të merueshme sot, dhe ky institucion ka në plan të ndërtojë një tjetër urë, ne do të shkojmë të marrim një informacion në lidhje me këtë çështje. Vi nga emisioni Gjallat më të së si di qua. Kemi dërguar një kërkesë për informacion
disa ditë më parë e do një takim me një nga drejtuesit e institucionit. Shikoj pak numrin e protokollit për pjesën e ndodhur. Këtë më gojë nëpërmjet emailit. Email ku? Tek emaili juaj zyrtar. Në lidhje me çfarë? Urën e Zvërnecit. Urën e Zvërnecit. Po i kemi faturin. Unë, patjetër. Pse pa kamera? Po jo, unë kam marrë për intervistë. Okej, verifikova lart në email, sepse mban goca lart, se e keni nisur kërkesën. Te kjo adres, info@vlora.gov.al. Po, këtu Ndërsa kjo është adresa e koordinatorit, në të dy adresat nuk ishte nisur. Vetëm te kjo e kam nisur. Jo, nuk rezulton. Jo, nuk rezulton. Mirë, mund të Ma komunikojmë. tregon pak të lutem. Unë kam te emaili i redaksis, nuk kam vetë emailin e Nuk redaksis. ishten. Mirë, mund të Nuk komunikojmë rezultonte as te info, as tek Mirë, koordinatori. është çështje që diskutohet edhe nga. Mund ta bëni kërkesën me shkrim tani, ose mund ta nisni në një nga Unë kam adresat nisur, zyrtare. nuk e di këtë gjë. Nuk rezulton duke të ardhur email. Nuk po gënjej, po ideja është që Nuk po gënjej, nuk jam për të gënjur. Po mirë, okay, shumë bukur. Atëherë Mund ta bëni komunikojmë. kërkesën me shkrim? Mund komunikojmë me një nga Jo, drejtues? mund të bëni një kërkesë me shkrim. Ne kemi bërë kërkesën se po flasim. Nuk ka ardhur pra. Mirë, mund ta diskutojë edhe. Shkova lart dhe e verifikova. E njëjta gjë është pyetjet që kam bërë, aty ti bëj këtu. Tani nuk e diskuton dot sepse ata janë në mbledhje. Për momentin janë Sa në më mbledhje. Nuk e di, nuk ta them dot. Mirë, pres. Unë po të orientoj të bësh një kërkesë me shkrim Kërkesën e ose kishim ta bërë, nisësh në email kërkesën e kam zyrtar. bërë, kërkesën e kam bërë, kërkesën e bëj, nuk Tani është më problem. duket se po flas shqip, verifikova dhe nuk ka ardhur kërkesa. Shi po flason, drejtuesi i institucionit. Mund ta nisni në adresë emaili ose mund ta bëni fizikisht këtu, meqense keni ardhur dhe jeni këtu. Atë e kemi bërë, mund ta ridërgojmë prapë, që s'nuk ka ardhur. Mund ta ridërgoni, po mund ta bëni edhe përsëri këtu. Dhe do merrni një Ajo gjë përgjigje tjetër. zyrtare. Ne kemi ardhur ta diskutojmë pak me një nga drejtuesit. Është dëmtuar një urë, ti ka 8 vite. Unë bashkë kam plan të bëj urë tjetër. Ta bëni me shkrim këtu. Ta dim. Mbaruam. Se këto legët i kanë kod dëm. Ato që kërkon mund t'i bësh me shkrim aty. Por e kam dërguar kërkesën me informacion. Po bëhet me shkrim. Pse ta bëj prapë? Pse ta bëj prapë? Atëherë siç ndoqet edhe vetë nga pamjet, të dyja anët e hyrjes në Bashkinë e Vlorës janë të blinduara, mjek qytetarët. Po mirë o kryetare, të ndoqëm gjatë fushatës, dole dhe premtove, po dil thuaja dhe gazetarit. Me Franci, po mos ka dashur shumë nga ato kërkesat me shkrim që duan këto institucionet. Po ja bëri më jarsiti kërkesën me shkrim. Ja bëri, po mos ka dashur dhe një tjetër. Po ja bëri pra dhe një tjetër. Ashtu, Po, si bëhet në këtë rast? se di. Duke qenë se përgjegjësia e informacionit në Bashkinë e Vlorës na tha që ne nuk kemi dërguar një kërkesë me informacion. Te kjo adres, info@vlora.gov.al. Po, këtu Ndërsa kemi. kjo është adresa e koordinatorit, në të dy adresat nuk ishte nisur. Vetëm te kjo e kam nisur. Jo, nuk rezulton. Jo, nuk rezulton. Le ta shikojmë së bashku çfarë date është dërguar kjo kërkesë. Me datën 9/12/2025, drejtuar Bashkisë së Vlorës, lënda kërkesë për informacion në lidhje me urën e Zvërnecit, i cili u ndërtua në vitin 2017 me financim të Bashkisë Vlorë me një kosto rreth 36 milion lek. Kërkojmë të dim nga ana juaj, pse është dëmtuar kjo urë e cila ka vetëm 8 vite nga ndërtimi i saj. Sa është mirëmbajtur kjo urë nga Bashkia e Vlorës në këto vite dhe pse ura ka arritur të dëmtohet në këtë nivel. Cila është kompania që mori përsipër projektin për ndërtimin e urës? Ka pasur një kontratë me bashkinë ky subjekt privat për mirëmbajtjen e urës? Ju lutem na e vini në dispozicion. Do të financojë Bashkia e Vlorës një urë të re? Nëse po, sa është kostoja e parashikuar nga ana juaj? Sa siguri u jepni qytetarëve të Vlorës që me paratë e tyre ndërtimi një ure të re në Zvërnec nuk do të dëmtohet sërish si e para. Pra kjo ishte kërkesa për informacion që ne i kemi dërguar Bashkisë së Vlorës më 9/12/2025. Tani, se për çfarë arsye përgjegjësia e informacionit më thot mua hajde pak brenda, pa kamerë, unë këtë nuk e di. Pse pa kamerë? Po jo, unë kam marrë për intervistë. Shpresojmë që stina e dasmave të paktën ta gjejë të rregulluar urën, ë? Ne kemi shpresat shumë të mira, Franci, për këtë gjë. Po, edhe kështu me shpresë po e mbyllim emisionin edhe për sot, takohemi javën tjetër. Natën e mirë. Natën.